Rugova mendonte për shtet, jo për pushtet. Në 2004, kështu thotë, nuk i kemë fitu votat. Duhet me dikon me bon, duhet me dikon me mor vesh. Kom pushu një kohë bukur gjatë, ku mendu që duhet tjetë, marrin se ku mendu që në sistemet demokratike, si domos ato amerikane 2 mandate, i kanë me leqë 2 mandate, dhe besoj që mjaftojnë ashtu, e kanë mendu ata, dhe nuk ku mendu ashtu, dhe mas gjitha këtyre, të e po gjendjen e përgjithshme në Kosovë, që është të ndru, është të morë kohjet pa dëshirueshme, kështu që nuk është në interes tonë të përgjithshëm, bashkë me vllazën edhe tjertë mendova që duhet më ardhë. Kryesia e qendrore më ka thirrë, e ka thonë duhet të jesh ti kandidat për deputet në Skënderaj, pranë Skënderajt. Edhe konsultime me vllazën, edhe me miqë më shok, tana unë mendova edhe vendosa që me qenë edhe një herë kësaj radhe kandidat. Tu i mendu që do të jem pozitiv në interesin e përgjithshëm edhe mbrana lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe është dëgjeci për drejtimin do të flasim sërish në rrjedhë kësaj interviste, po s'kam se si mos pyes pas parasysh të kaluarën. Po dua të ju pyes, ju ishit në kohën e Rugovës deputet dhe gjithmonë kishit njëjtin numër. Pse? Po, kohën e Rugovës e kom pas numrin 13, veç për sqarim. Ai ka mendue, as nuk ju më konë, nuk e ku mendu që deputet ka mendu që kjo ma të mirë, edhe gjithmonë ke mendu me zgjedh ma të mirë për i degës dhe gjithka në atë kohën e tina. Mirë pa im ka thirë, ka thotë ke numrin 13, edhe dhe në 13 ka vendu saj në atë kohën. Mas 13 ka thotë që to mos ma prekti, këtu e këne i vendosni. Dhe është interesant që vajza e vllaut, Marigona, ka qenë që 2-3 mandate, aja ka pas numrin 33. Dhe me pej numrin 33, orë numër 13. Shumë interesante. Orë 13, ka thotë që tu, orë aty ku më kalon aja atëherë, orë ajo. Ajo bendoj që ka krye, është non, ka doktoru, merret me profesionin e vetë, dhe e kam të njëjtin numër të Marigonës 33 në lidhjen demokratike. Dhe Zgjeci, po do t'ju pyes, si ishte periudha e Rugovës, sepse po flasim pra për një periudhë kohore të tanishme, ku ka një farë polarizimi goxha të madh politik në vend. Nuk është që s'kishte polarizim edhe në atë kohë, mirë po çka dallon të periudhën e Rugovës kur ju ishit deputet me këtë periudhë tash? E dallon të shumë. Rugova mendonte për shtet, jo për pushtet. Këtë problemet këtu në Kosovë i kena mas dekës të Rugovës besoj mulë dhe kënë. Ai shumë herë keni ndëgju, jo, kanë ndëgju dëgjuesit, që nuk na duhet një parti me qenë me vetë për gjitha punë. Nuk na duhet. Na duhet një unitet demokratik. E manin men, e mojnë men disa që jenë në 2004, ja dha, nuk mujtëm, kështu thëtë, nuk i kemë fitu votat. Duhet me dikon me bon. Duhet me dikon me mor vesh. Edhe, a kes me 7 deputeti ka pas atëre. Ja ka dho kryeminist. Unitet demokratik. Kosovës i duhet unitet demokratik. I duhet lidhja demokratike ma shumë se gjithçka. Është një parti që e njeh bota, që ka bo shumë meq në botë, që duhet me i ru ata meq, që e lypin me konë ofër dhe me bisedu me ta, që nuk është dhunuse dhe që e dënë të mirën e shtetit Kosovës, e sidomos po thëmë shtetit Kosovës.